Ka një lloj libri të verdhë për sa i përket zgjedhjes së avokatit të popullit, ku Partia Demokratike njëherë deputetët e saj kanë firmosur për disa prej tyre, midis të tjerave dhe Adriana Kalajn, Besim Ndregjonin dhe Endri Shabanin, Arinit Abrahjan, edhe dy persona të tjerë, dhe pastaj është tërhequr nga ky proces. Ndërkohë ka një lloj apatie nga ana e Partisë Socialiste për sa i përket zgjedhjes së këtij funksionari. Duhet të thënë që si funksion ky është krijuar mbi bazën e variantit nordik të ombudsmanit, një avokati i popullit i cili vetëm nga emri tregon që mbron interesat e shtetësve, sidomos të shtetësve të pafuqishëm. U ngrit ky model dhe me kalimin e kohës u sfumua. Neve kemi parë në fillim një avokat të popullit, i cili ishte edhe një jurist shumë i mirë, zoti Emir Dobiani, por mbas atij ky rol pothuajse u zërua. E mori më vonë si kandidaturë e Partisë Socialiste, nuk e di ku e peshkuan, Igli Totozani, i cili ishte martuar me një italiane dhe gjithë periudhën e mandatit i e pati mendjen për të bërë projekte dhe nuk u dëgjua një herë. Pastaj e mori kjo zonjë që është aktuale dhe që ka tejkaluar çdo afat, edhe kjo është dëgjuar vetëm 2-3 herë në kauza të Partisë Demokratike. Duhet të bie këtu në vëmendje se ky post është një post i cili është krijuar për të mbrojtur të doptit, kur shteti i hyn në hise në shkatrimin e pronës, kur grupe të tëra i marrin i qafë duke i pushuar nga puna, kur kemi pagesa mizerabël të cilat edhe ato i bëjnë, pastaj ju thon punëtorëve një pjesë do ta kthesh mbrapa, se neve po e bëjmë pagesën vetëm për t'ju shmangur tatimeve dhe ligjit. Bëhet për çdo rast ku të doptit nuk kanë mundësi të mbrohen me një avokat, të fortit gjejnë avokat dhe mbrohen vetë, dhe të çojë zërin e tyre deri në instancat më të larta, siç është Kuvendi Popullor, duke promovuar dhe ligjen në mbrojtje të tyre, ligjen në mbrojtje të pronës, ligjen në mbrojtje të punëmarrësve, ligjen në mbrojtje të gjithçkaje që e bën një shtet social. Zero. S'kemi dëgjuar asnjë nga këta. Thash edhe në rastin e fundit, avokatja e popullit shkoi vetëm në 2 raste ku ishin kauza të Partisë Demokratike. Por pavarësisht se i jepet opozitës, i jepet për qëllim që opozita të zgjedhë një njeri i cili është vërtet i ndjeshëm ndaj këtyre hallëve, por jo të jetë flamurtar i opozitës në një pozitë shtetërore. Dhe këtu vi pasaj te cilësia e kandidatëve. Unë nuk e di për shembull se ç'lidhje ka Besim Ndregjoni përveç se që ka qenë i përsekutuar politik, po ç'a juristi është ky me nam që bë ka avokatin e popullit. Ose Endri Shabani që unë nuk e di a është avokat apo s'është avokat, po ç'a lidhje ka, ky është një produkt OIF-sh, merr projekte nëpër ambasada. Do të marrë akoma më tepër duke qenë avokati i popullit për xhepin e tij. Ç'është ky qorrëllëk i Partisë Socialiste që shkon edhe zgjedh emra të cilat nuk kanë asnjë lidhje me atë. Partia Demokratike ka pazaret e veta. Ka pazaret e veta derisa arri një herë firmos, një herë si firmos. Kjo tregon që ajo parti nuk e ka idenë e organizimit. Njëri bie gozhës, tjetri patkojit, bashkohen vetëm kur është puna për mbrojtur Sali Berishën, por aty janë për të mbaruar pazaret e veta, nuk kanë hallin e njeriu në opozitë. Ndërkohë Partia Socialiste është zdërhallur nga pushteti mbi ngarkuar. Dhe rinë e gjejnë, thash edhe një herë përveç zotit Dobiani, i cili ishte një jurist me peshë, të tjerët pastaj janë një tallje me atë vend. Ç'pun ka Endri Shabani, një produkt OIF-sh, që të marrë atë postë të rëndësishme dhe të mbrojë të drejtat e njerëzve. Nuk ka lidhje fare, dhe pastaj del grupi Partisë Socialiste dhe mbron të tilla kandidatura që kam jep përshtypjen që kanë një kotizien inteligjencë më të dobët se një karrocieri. Asnjëri aty nuk funksionon politikisht. Pranojnë lobim për të tilla budallëqe. Kështu që është një fatkeqësi e madhe degradimi i këtij posti në këtë pikë. Shpresoj që në të ardhmen të paktën ose ta heqin fare ose të bëhen vetëdijshëm se
duhet zgjedhur një njerëz për së mbari. Si gjithmonë në fund ju rekomandoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritar TV dhe të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.